Në një hapësirë të tillë, në një habitat të tillë natyror, me vlera për sa i përket biodiversitetit dhe të tjerë, faunës, florës e të gjitha, nuk ka si të ketë pronar. Dhe pronësia e vazhdueshme me këtë mënyra se si është vepruar me pronësi në të gjithë hapësirën, nga tutje Palasës deri në Bregdetin poshtë Vlorës, është e trishtueshme. Tani ne nuk themi dot më që kemi rivjerë, nuk është më rivjerë. Ja, s'kemi rivjerë, jam plotësisht. Kjo është e trishta e madhe. Dhe mendoj fakt që po ju pres bën, mendoj që duke shkatërruar këtë rivjerë, kemi shkatërruar dhe biodiversitetin e gjithë kësaj zone që është një biodiversitet shumë i pasur. Patjetër. Por në këtë rast ishin mekanizmat në shtet që ta përcaktonin këtë që në vitet e para, në sensin që zonat lagunore nuk preken. E para jo thjesht për të ruajtur ekuilibrin e biodiversitetit, por nga ana tjetër dhe për të ruajtur prishjen e ambientit. Shumë kohë më përpara aty nuk e di sa i qartë jeni për këtë, ka pasur një investim kroat shumë të madh për naftë. Në Zvërneca, për Zvërnecët nuk e di çfarë ndodhi, pastaj dhe ata u shkëputën apo bën diçka u shmangën. Arritën që të paktën të punonin dhe ata patën shumë probleme me banorët. Është një komunitet që për shkak të asaj lidhjes tonë me konventën kuadër është e paqartë kjo pjesa minoritetit atje. Ne kemi minoritet lingvistik nimar dhe kemi minoritetin etnik grek që kemi në jug të vendit përcaktuar. Kështu siç kemi komunitetin Maqedonas në pjesën të themit të liqeneve në juglindje të vendit, dhe pastaj atë pjesën gorane atje. Dhe këtu tani po na fillojnë përplasjet dhe me Bullgarinë, sepse ju dini Bullgaria me Maqedoninë kanë përplasje dhe e reflektojnë dhe ke këto komunitete. Po duke u kthyer ke Zvërneci. Kalimi për vite të tëra te njerëz të korruptuar, dhe ju dini kadastra e Vlorës është një nga kadastrat më problematike, më kriminale. Dhe të mendosh që kanë drejtuar drejtor pafund